të shtabit të Tetova zotri Besar Durmishi. Mirëmbrëma Tetova e fitoreve. Mirëmbrëma Tetova e cila nuk duron që të në përkëmbe digniteti i saj, nuk duron të në përkëmbe morali i saj. Mirëmbrëma aktivi vleni simpatizante gjithë qytetarët që keni ardhur për të festuar në këtë fitore të madhe. Mirëmbrëma gjithëve. Ashtu siç me 19 tetor e dhat fjallën, populli i cili foli me 19 tetor, foli edhe më fuqishëm me 2 nëntor me një fitore mbi 5.000 vota. Dhe kur populli ngrihet në këmbë si në 2021, ashtu edhe në këtë vit nuk ka forcë e ndal, nuk ka forcë e ndal këtë lumë me njerëz. Ju falenderit gjithëve përzemërsisht për këtë përkrahje, për këto votat cilët na i keni dhënë. Në mandatin e dytë, kryetari Kasami do të vazhdon të jep Hof Tetovës, do e zhvillon, sepse në mandatin e parë arriti të gjitha ato probleme fundamentale që ne kishim lënë për 20 vite ata që e zhvatën, arriti t'i kompletoj. Ju falenderit dhe nga e hëna nisim me punë. Falenderit gjithëve edhe një herë përzemërsisht. Falenderit, shikemi në fitoret e radhës. Mirëmbrëma Tetov, të nderuar shqiptar, nga Struga deri në Kumanov, ne po ja japim vullën e fitores gjithë qytetarëve dhe në veçanti shënon fitoren e gjitha komunat shqiptare. Nga momenti që më zgjodhen shef shtabi, isha i bindur se ne do ta mundim thellë zullumin, dhe nga sonte zullumi ka shku në histori. I falenderoj nga zemra gjithë shtabin që udhëhoqi gjithë këtë betejë të suksesshme, kolegët e mi Amir Elezin, Bashkim Bakiun, i uroj pashtu mikut tim që ka qenë për 3 muaj, Granit Osmanit, gjithë udhëheqësit e sektorëve, shefat e shtabeve komunal, gjithë ju aktivist, të nderuar shumë jurinist, forumi i gruas dhe ju shqiptar që na mbështetët fort në këtë fitore. Të nderuar tetovar, nga sonte nuk ka vend këtu për zullumin, për pamoralshmin, edhe haremin nga nesër do të shtuket nga Tetova. I bëj thirrje BDI-s dhe gjithë aktivistëve që Aliu më nuk ka vend këtu në Tetov. Ajo selia atje që është shëndru në harem duhet të shporet dhe vendin e ka atje në Kërçov, ku e shiti komunën e vetë bashkë me Berbenicën për ta fitu Tetovën, po Tetova i prishën matematikët dhe skenarët. Gjithmoni ka pri historisë, gjithmoni ka dhënë vull ndryshimit dhe ne jemi son të krenar, por para se t'i uroj nga zemra ata që fituan Mendiun në Strug, Fistikun në Dibër, Derimin në Dollen, Fetiun në Bogovin, Bilalin në Tetov. Gjithmonë do të keni mbështetjen tonë nëse punoni kështu si punoi këto 4 vite Bilali dhe Blerimi. Ju boj po ashtu ftesë se nga nesër fillon puna jonë në këto komuna. Dhe po valon një amanet që të punoni dhe të ndiqni shembullin e Blerimit dhe Bilalit. Po që se nuk punoni fort dhe me përkushtim për këtë popull që u ka prit shumë gjatë gjithë këtyre dekadave, nuk va bëjmë halal mundin as shtabit, as aktivistëve, as përkrasve, as votuzve. Andaj, për çdo ditë ta keni në kokë amanetin
e gjithë këtyre votuesve, gjithë këtyre qytetarëve dhe gjithë këtyre shqiptarëve. Dhe nga sonte, përfundimisht, ashtu si e shkrojta 2 orë para se të përfundoj votimi, u thash se po përfundon zullumi, po mbyllet një faqe e erët e historisë dhe shqiptarët po çlirohen nga jo mortaja e kurrë. Faleminderit shumë për përkrajen, ju dua shumë, fitore gjithmonë. Edhe një 10 ditë bëhën 11 vjetë kur i kemi thonë Ali Ahmetit se që këta djemë që i shenë s'kejnë do të pensionoj. Atëherë s'ka besu, por sonte Ali Ahmeti shkojnë pension politik. Shumë të dashur aktivistë të Vlenit, zemrat e kësaj fitore. Më duhet sonte vetëm shkurt t'ju përshëndes për shkak se festa jonë të vazhdon edhe në Dibël, por do e përmbylli fjallën time me atë që e fillova në hapjet fushatës. Këndej sa bukur, andej sa zi, o Ali, natën e mirë! Urimet e tonë, urimet gjithë të tovarve, urimet gjithë shqiptarve për këtë fitore plebiscitare të koalicionit Vlen. E kemi thonë start që do t'i fitojmë gjitha komunat dhe ashtu ndodhi. Unë i uroj të gjithë kryetarët e ri të koalicionit Vlen, i falenderoj të gjithë aktivistët për mobilizimin e jashtëzakonshëm që e keni parë nga ju në këto javë fushate. Unë besoj që shqiptarët ditën të vlerësojnë punën që e kanë bërë kryetarët si Bilal Kasami, si Blerimi, po ditën mbi gjitha të dallojnë rrenën, propagandën nga puna pa fjalë, puna pa shurë, puna pa propagandë që e kemi bërë. Ditën të na shpërblejnë për investimet, 100 milionë që në komuna, ditën të na shpërblejnë për ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, ligjin për medresën, e shumë punë mira të cilat i kemi bërë në këto 15 muaj, 16 muaj qeverisje. Kjo është konfirmim i punës, i djersës dhe i qëndrueshmërisë që e kemi pas. Dhe unë besoj që kjo është elementi i fundit që dua ta prek. Koalicioni Vlen është më një frym, nuk i shohim partit, u largua një arben, nuk u pa hiç ndryshimin koalicionin Vlen. Arbeni nuk i solli asgjë Aliut, siç nuk i solli asgjë as Zjadinit. Shfrytëzoj rastin t'ju uroj fitorat e tyre Arbenit dhe Zjadinit. I kishin plan t'i marrin t'i rrëmbejnë 10 komuna përmes Zajasit, u barazuan me 0, u barazuan me hiç, sepse aktivistët e Vlenit qëndruan një zëri prapa kësaj përpjekje jashtëzakonshme shqiptare që ishte një mrekulli që ndodhi para 2 viteve dhe që do vazhdon në qeverisje, do vazhdon në çdo komunë nivel vendi. Urime gjithëve edhe një herë dhe faleminderit për gjithë punën që e keni bërë. Zemrama Tetova, pranoni të falë nga bovina. Edhe një herë, faleminderit se cilit nga ju që keni mbështetur koalicionin Vlen dhe që u dhatë mundësi kryetarit Bilali të vazhdoje edhe një mandat të ri. I uroj shëndet dhe mbarësi. Gjithashtu, i përshëndes të gjithë banorët dhe votuesit e komunës Bogovinës. Faleminderit që na mbështetet dhe Zoti nuk ju zgënjej. Faleminderit gjithë të mira. Natën e mirë. Urime pesën, urime fitore në shqiptar, urime qytetarë që besuan në ndryshim,
preson dhe fillon erën e ndryshimeve të reja. Ne ju thamë që në fillim, këto janë zgjedhje lokale, zgjedhje për komunat, ata kërkuan referendum, kërkuan legitimitet, dhe votuesi sovrani e vullosi që legitimitetin në shqiptarve e ka u Vleni prej Dollnenit deri në Dibër, deri në Strug. Prandaj, sonte kanë fituar shqiptarët, sonte kanë fituar ata që kanë besuar në ndryshim. Nuk du t'ju lodhe se kemi lodhë në këto 4 muaj me fjalime politike, urime fitoren, gjithë shqiptarët gjithandej, dhe bete që këto kryetar bashkë pra t'i përveshin krahat dhe të punojmë për projektet, vizionin, për komunat tona, për vendbanimet tona, për një decentralizim më të mirë, më të fuqishëm, për faktorizimin e shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Urime! Ai e nisi ndryshimin. Ai e vullosi fitoren sonte. Shpërtallimi i së keqes nisi nga ai. Sonte përfundimisht e pensionoi politikisht Ali Ahmetin. Ata e bashkë e madhe se gjithë shka tjetër, prandaj nuk mund t'ja marrës kush dhe marit e tonës, Ilan Kasani. Mirëmbrëma tetave! Mirëmbrëma Çajiri! Mirëmbrëma Araçina! Mirëmbrëma Saraj! Mirëmbrëma Zhelina! Mirëmbrëma Tearca! Mirëmbrëma Bogovina! Mirëmbrëma Dibra e Madhe! Mirëmbrëma Struga, Dollneni, po e ndërpres të nuk vazhdojmë aty qese Aliu të i bjerë të fike. Falemderit rinia e Vlenit gjithandej që ne mundësuat këtë fitore. Falemderit forumi gruas, falemderit aktivist, falemderit qytetarve që na besuan, falemderit shqiptarve dhe gjithë atyre që na përkrahen dhe na dhanë besimin për të vazhduar projektet në të mirë të gjithë qytetarve. E përmendi Zeti, ata kërkuan referendum, ne ofruam kryetar dhe projekte dhe populli zgjodhi kryetarët dhe projekte të cilat do t'i realizojmë në të mirë të gjithë qytetarve. Prandaj, nga nesër ne vazhdojmë të punojmë, të sakrifikojmë, të angazhohemi që gjithë qytetarët nga Kumanova deri në Strug të kenë një jetë më të mirë dhe i garantojmë qytetarët që le që nuk kanë gabuar që Aliu e çon në pension, por kanë pasur të drejtë sepse votuan kryetarët më të mirë, të cilët do t'ju përmirësojnë jetën, të cilët do t'ju bëjnë jetën më të mirë. Faleminderit gjithëve, na prift e mbara dhe shihemi në fitore të reja.